Po pse është keq o hoç? Unë jam thot musliman dhe në kisha thot kam shkuar shumë herë kur kam pas mundësi thot. Përse po I përçan njerëzit? Veprimi jot nuk është e thënë që t'jeti sakt. Çfarë bën ti nuk të thotë që është ajo e duhura që duhet veprosh. Ne jetojmë në paqe me gjitha fetë. Jetojmë në paqe me gjitha fetë. Pra ne në Shqipëri, elhamdulillah, Shqipërinë e kemi bashkë, secili ka besimin e tij. Unë jam musliman, tjetri është I krishterë pra katolik, tjetri është I krishterë ortodoks, secili ka fenë e tij. Dhe nuk kam pse unë të imponoj tjetrin pra të bëhet musliman, apo ai tjetri të imponojnë tjetrin të bëhet I krishterë, jo. Apo, për shembull, në një shkollë, të imponohet fëmia të bëj pra adhurimet e dikujt tjetër, jo. Secili ka fenë e tij. Secili normal ka mundësinë të ftoj, të thras, pra ne jetojmë në një vend të lirë, por nuk mund të imponosh. Dhe në videon ku unë kam fol pra, është familja muslimane që më pyet mu, thot fëmijën e kam dërguar në një kopësht dhe ata bëjnë lutje pra të një feje tjetër. Normal, nuk mund t'ja imponosh ti fëmijës së një muslimani pra lutje të një feje tjetër. Sepse baza e fesë tonë, themeli I Islamit, është njësimi Allahut në adhurim. Me adhuru vetëm Zotin e gjithësisë. Dhe në momentin që ti adhuron diçka tjetër përveç Zotit gjithësisë, pra ti automatikisht del prej Islami. Prandaj është çështje pra themel, bazë e fesë. Pastaj secili është I lirë të zgjedh fenë që do, bëjnë veprimet që do. Në këtë dynja gjithë jemi të lirë. Allahu I lartësuar ka treguar në Kur'an rrugën e drejtë. E ka treguar edhe se në botën tjetër ajo që I bën dobi njeriu është besimi, adhurimi Allahut të lartësuar një të vetëm. Besimi dhe pasimi profetit alayhis salam. Këtë dynja njeriu është I lirë. Ama në botën tjetër, nëse do xhenetin, nevojitet besimi dhe adhurimi Allahut të lartësuar një të vetëm, besimi dhe pasimi I profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Pra çështja është e qartë dhe mendoj që të sqarova sadopak. Madje po të shtoj edhe diçka. Më kujtohet kur kam qenë në Nxanës në medresen e Tiranës, më kujtohet që kemi pas një nxanës I cili ishte I krishterë. Askush nuk e impononte ato që të vinte të falej me ne. Është feja e tij. Ka fenë e tij, nuk e imponon njëri të vinë me fjalë të falej me ne. Pra tjetri nuk imponohet. Patjetër, jo, s'imponohet. La ikrahe fi din, nuk ka dhunë fe, nuk ka imponim fe.